Ja dhe kemi përsëri bashkë zonja dhe zotërin, do të shkojmë në Durrës në këto momente sepse ky qytet nuk është vetëm një zonë bregdetare, por është kthyer në një hapësirë të vërtet krijimi gjatë ditëve të fundit, sepse atje ka zbarkuar Kolonia e Artistëve. Kështu quhet një grup prej gati 40 piktorësh, të cilët janë pozicionuar specifikisht në zonën e Golemit edhe të Qerretit për të hedhur idetë e tyre dhe krijimtarinë e tyre në telajo dhe për të pikturuar bukuritë e kësaj zone dhe për të cilë një ekspozit me të vërtet magjishme që qytetarët do të kenë mundësi ta shohin që për mbrëmjes së sotme. Prandaj, me kuratorin e Kolonisë së Artistëve, me zotin Fatmir Toçi, unë jam komunikim në këto momente të drejt për drejt, virtualisht, dua ta përshëndes, ti uroj mirëseardhjen. Mirëmëngjesi. Kristi, përshëndetje, mirëmëngjes. Faleminderit shumë për këtë mundësi për të komunikuar për një ndoshta nga aktivitetet më të bukura që bëhen në Shqipëri. Kënaqësia është e gjitha e jona. Duket sikur moti nuk është në ditën më të mirë të dijen sot, megjithatë kjo nuk do ta ndal ekspozitën e cila vjen për të disatin edicion, apo jo, nuk është hera e parë, zoti Toçi. Ky i ka kaluar një 100 edicionet në 12 vjet. Jemi ke 106-107, mbi 106-107. Duke llogaritur që janë 40-50 piktorë në çdo koloni, e bëni vetë llogarinë se sa artista janë përfshirë në këtë mision kulturor, do ta quaj unë. Edhe për promovimin jo vetëm të artit, po edhe promovimin e Shqipërisë, një ftesë për gjithë ata që duhet të vinë, kalojnë pushimet këtu, të njihen me bukuritë, me trashëgiminë kulturore shqiptare që është e jashtëzakonshme. Më pëlqen shumë emri, kolonia artistike. Ka një specifik, pse keni vendosur këtë emër? Po, kolonia vjen nga konkuistatorët, ta janë pushtues të natyrës. Pra e pushtojnë natyrën dhe e pasqyrojnë pastaj me artin e tyre si një vlerë të jashtëzakonshme kulturore të vendit tonë. Janë gati 40 piktorë, nga cilat vende vinë, Fatmir? Në përgjithësi këta koloni që organizojmë ne janë nga rajoni ballkanik, e kësaj radhe janë nga rajoni ballkanik po i botës shqiptare, pra flasim për Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë e Veriut, Malinezi, kështu edhe nga Lugina Preshevës, i kemi të shpesh piktorët prandej, të cilët i vendosim në një vend të caktuar, një vend që padyshim që ka një bukuri natyrore të jashtëzakonshme, ka vlera arkitekture, ka vlera urbanistike, vlera të trashëgimisë kulturore, dhe ata secili me stilin e tij, me natyrën e vet, e pasqyron në art duke e përjetësuar këto dhe duke bërë një promocion shumë të madh të jo vetëm kulturës, por edhe turizmit shqiptar. Unë sot jam në këtë panel edhe me disa prej piktorëve, të cilët padyshim që janë më të rëndësishëm se unë këtu sot, flasin shumë më mirë për artin e tyre. Kam kënaqësinë të them emra, pastaj secili prezantohet vetë për kushtet në të cilat jemi lidhur online këtu me juve. Duke ju falendëruar padyshim. Jam me zotin Buron Kaceli, është piktor mjaft i njohur, me zotin Çavush Vathi, që është edhe ai që e administron në kuptimin organizimi këtu, është veteran më i njohur ndër piktorët. Kemi piktorin nga Kosova, Zymer Mulliqin, ka qenë drejtori i Galerisë Peje, sot është nga piktorët më me emër në botën shqiptare, dhe Adriana Pulesin, që për stilin e saj po i çmend të gjithë ata që po kalojnë sot në pedonalen e xhirit të Durrësit. Po jam kurios të di në fakt, si është puna, një ditë tipike atje e Kolonisë Artistëve? Cila është, kush? Një ditë tipike, si organizohet puna? Një ditë tipike. Filozofia e kësaj është që piktorëve do të krijojnë të gjithë komoditetet, të gjitha kushtet dhe pastaj t'i lësh në lirinë e tyre. Mos ketë asnjë lloj ndikimi, asnjë lloj shqetësimi, që frymëzimi i tyre të vinë natyrshëm nga ajo që jep natyra, në ajo që japin objektet që rrethojnë, edhe për fatin e mirë me transformimet shumë të mëdha që ka ndodhur këtu në gjirin e Durrësit. Ne jemi në buzë të një pedonale që përfshin pothuajse gjithë gjirin e Durrësit, ku njerëzit kalojnë, shëtisin, ndalojnë, edhe ka ndryshuar edhe gjithë natyrën ndotoja të vendit të vet. Dhe ditë e tyre është të tillë, ata janë të lirë, çohen në mëngjes njësoj me daljen e diellit, e ndjekin diellin në vizion e vet, sepse ndikon shumë në frymëzimin dhe në punën e tyre. Pastaj bëjmë 2-3 takime gjatë ditës edhe në grupe, diskutojmë për punët e njëri tjetrit,
si me thënë shkëmbejmë përvoje me njëri tjetrin, dhe kjo është një nga qëllimet edhe këtyre takime të mëdha, dhe deri në orë të vona mbyllen pastaj me një gjë që ka hyrë tashmë është bërë e zakonshme, gjëja më e bukur ndoshta e kolonive, duke na afruar modelet me veshje tradicionale të asaj zone ku piktorët vendosen, të gjithë piktorët hapin kavaletat e tyre dhe deri në orët e para të mëngjesit me modelet përballë, këto kostume popullore, këto portretet portretizuar artistikisht, bëjnë pjesë e punës tyre, të telajve tyre, duke e shtuar shumë pasurinë, do thoja, artistike në këtë fushë edhe të artit shqiptar. Ndërkohë që regjia po na ndihmon duke shfaqur disa prej punimeve edhe në ekran, por nuk e di nëse është e mundur të marrim edhe përshtypjen e disa prej piktorëve që ti ke aty pranë, Fatmir. Patjetër. Unë po ftoj pari Buron Kacelin, familje e madhe piktorës. Ju e keni gjithë e njohin në botën shqiptare se di Kacelin. Ai është një nga trashëgimtarët e denjë, do të thoja, me punë dhe me kontributin e zakonshëm që ka dhënë. Unë kam shumë kënaqësi që t'i lë vendin dhe të komunikoj me ju, ndoshta më mirë se sa unë, për punën artistike të tyre. Patjetër, me kënaqësi. Faleminderit për këtë lidhje të pazakontë. Faleminderit ju, zoti Toçi, i cili na tregoni detaje nga kjo ekspozitë kaq e bukur dhe që i jepet mundësia jo vetëm qytetarëve që janë të zonës atje, po besoj që edhe turistët të cilët janë duke vizituar Durrësin apo Bregdetin gjatë këtyre ditëve do të kenë mundësinë të shkojnë dhe të shohin atje. Pra është një koloni artistësh prej gati 40 piktorësh të cilët janë zhvendosur në zonën e Qerretit edhe të Golemit, sigurisht kanë marrë kohën e tyre të nevojshme për të hedhur idetë e tyre, imagjinatën e tyre, frymëzimin e tyre në telajo dhe për të formuar këtë ekspozitë e cila do të qëndrojë për disa ditë në këtë zonë e gatshme për qytetarët për të vizituar. Jemi në komunikim të drejt për drejt me zotin Fatmir Toçi, i cili është kurator i kësaj ekspozite, por edhe me disa prej piktorët. Kam Buron Kacelin atje, është Çaush Vathi, Adriana Puleshi, megjithatë me zotin Kaceli, i cili shfaqet në këto momente në lidhje të drejt për drejt, dua ta përshëndes. Mirë se vjen, mirëmëngjes Shqipëri. Mirë se u gjetëm. Kënaqësi shumë të komunikojmë me ju nga ky vend i bukur, ku po zhvillojmë një aktivitet shumë të rëndësishëm artistik. Më trego pak, si kanë qenë zoti Kaceli këto ditë dhe çfarë të ka frymëzuar më shumë atje? Po kur dalin në këto koloni, si shpjegoi Fatmiri, në vendet ndryshme ne qëmtojmë, kërkojmë atë çka na pëlqen më tepër. Ta shajmë ditë më tepër me krijimtarinë tonë. Dikush vjen një vend të Bregdetit, dikush Shkodrën, dikush në një mal, në një zonë, në një moment historik, kulturor, një kështjell, për shembull, kala, vende historike, apo portrete të personaliteteve të ndryshme të vendit. Gjithkush sipas dëshirës dhe sipas preferencës vetë artistike. Unë konkretisht punova një peizazh në Karpën të Durrësit, të Kavajës, dy figura në kostume popullore, si shpjegoi, ja këtu jam duke bërë një peizazh, dhe natyrat ndryshme. Është kënaqësi e veçantë të marrësh pjesë në të koloni, ku kontaktojmë me piktorë të ndryshëm nga trevat shqiptare. Kjo është një peizazh i imi. Shkëmbejmë eksperiencë sepse janë shkollat ndryshme, edhe i shërbejnë mjaft të zhvillimit kulturor në përgjithësi, por edhe zhvillimit artistik të secilit artist që merr pjesë. Dhe keni zgjedhur Golemin edhe Qerretin sepse ka një relief pak më ndryshe, ka mundësi që të frymëzojë më shumë, pra pse specifikisht këto dy zona, çfarë i bëjnë veçanta? Ne lëvizim kudo nëpër Shqipëri edhe nëpër hapësirën mbar shqiptare. Kudo kemi natyrë mjaft të bukur. Durrësi paraqet ka veçorinë e vet me detin, me këto kotrat të bukura, me Durrësit, Kavajës. Janë bërë vepra mjaft mira, çka do të bëjnë pjesë në një ekspozitë hapur mbas pak orësh në këtë ambient ku po rrim. Tani më trego pak sa divers është grupi i piktorëve atje, edhe si ndikon kjo tek stili i gjithë secilit, se besoj që punoni pranë njëri tjetrit. Pranë njëri tjetrit dhe ne komunikojmë me njëri tjetrin, shkëmbejmë eksperiencë me njëri tjetrit, marrim nga njëri tjetri. Gjatë tyre 100 e sa kolonive që ka zhvilluar Instituti i Librit dhe Promocionit me zotin Fatmir Toçi,
kanë marrë pjesë edhe artistë të ri të cilët janë zhvilluar, janë formuar mjaft mirë si artistë. Domethënë, është një shkollë e mirë për artin pamor. Shkëmbejmë eksperjenca edhe secili merr atë çka i përshtatet natyrës vet, nga shoku. Në kuptim janë kriju vlera mjaft mira. Në studiot tona kemi vepra që janë krijuar nëpër këtë koloni, që i majmë nga veprat më të mira. Sepse në çdo koloni mund të bësh 2, 3, 4 vepra, varet se si hesur, si është momenti, si është ndryshimi. Por janë krijuar vepra të cilat e them pa frikë, disa prej tyre gjatë këtyre viteve janë ndër veprat e mira që të fondit artistik të artit tonë shqiptar. E kuptoj. Ekspozita do të hapet mbrëmjen e sotme, do të jetë e hapur për publikun? Do të hapet përsi para dreke këtu në shënditoren okej. të kalon njerëz. Pak orë më vonë, domethënë. Do të jetë pak orë më vonë, çka i shërben shumë edhe komunitetit, edhe njerëzve që e shohin, e vazhdojnë të bisedojnë për këtë. Ku do të jetë specifikisht zoti Kaceli e pozicionuar? Është në afër rreth rrotullimit të Golemit. Pranë rreth rrotullimit Golemit. Në qendrën e Villa Lasko. Villa Lasko. E kuptoj. Mirë, unë të falenderoj shumë, nuk e di nëse është mundësia që edhe zonja Puleshi të jetë në lidhje drejt për drejt me ne, në mënyrë që të marrim disa fjalë edhe prej saj për të kuptuar pak më shumë për eksperiencën dhe përvojën e saj, se si kanë qenë këto ditë atje, ndërsa ekspozita, po thoshte zoti Kaceli, do të jetë e hapur pas pak orësh, rreth drekës së ditës së sotme. Ja te kemi me zonjën Puleshi. Mirëmëngjesi. Mirë se vini në Radio Televizion Shqiptar. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën dhe për intervistën që do. Është kënaqësi, zonja Dirana. Si ishin këto ditë për ty? Më trego pak për eksperiencën tënde. Ditë shumë të bukura, relaksi dhe pune, sepse kur je pranë natyrës, natyrisht që hyn një tjetër qetësi, një tjetër meditim, dhe vendi shumë i bukur, me detin përballë, me perëndimet, me një shoqëri të bukur artistike. S'ka më mirë, nuk ka më mirë për një artist, po edhe për çdo njeri tjetër. Tjetër gjë është të punosh, të pikturosh nga studioja, tjetër gjë është të dalësh në terren, edhe përpara një peizazhi siç është Bregdeti për shembull, i Adriatikut, apo jo? Është një kombinim shumë i mirë. Është një kombinim shumë i mirë studio, peizazh, sepse njeriu ka nevojë gjithmonë për natyrën, për ta njohur vendin, për pas komunikim dhe me artistët, sepse ajo t'i jep ushqim edhe për të punuar në studio pastaj. Kështu që kjo është një lidhje e pandashme. Studio me natyrën. Ne tash jemi në natyrë dhe jemi në një nga vendet më të bukura këtu në Durrës, jemi shumë mirë me gjitha kushtet dhe po e shijojmë goxha, edhe në mënyrën artistike, po edhe nga ana njerëzore. Ka pasur shumë koloni përgjatë muajve, viteve të fundit, apo jo? Po na thoshte edhe zoti Toçi që janë diku tek 106-107 tilla, do thotë që është krijuar një përvojë gjatë tani, është bërë tradit kolonia e artistëve. Po. Neve kur vjen ca kohë që, se në dimër natyrisht këto janë më të rralla, kur vjen ca kohë që rallohen dhe mezi presin të filloj kolonia e parë. Dhe kjo për mua ishte e para për këtë sezon dhe edhe për disa të tjerë, dhe ishim shumë të lumtur kur erdhëm na pritën të kushte kaq mira dhe filluam të punojmë me shumë dëshirë. Domethënë na kishte munguar gjatë dimrit kjo pjesëmarrja në këto kolonit. Kështu që është një gjë e mrekullueshme që na ka ndodhur dhe me fat që Zoti Fatmir na ka zgjedh jemi në këtë grupin e artistëve që punojmë, edhe falenderojmë gjithmonë, jemi shumë falënderuese mirënjohës për këtë pjesëmarrje që kemi në këto koloni. Dhe janë shumë të vlefshme. Të pash tani ndërsa kemi nevojë për t'u larguar nga jeta e përditshme, nga streset e përditshme, këtu ja harrojmë të gjitha dhe jemi vetëm për veten tonë, për artin tonë dhe për njëri tjetrin. Adriana, cili është specialiteti yt? Se më dolën disa foto paralelisht tani ndërsa flasim bashkë, ku ishe duke pikturuar portrete. Është portreti apo ka diçka tjetër? Unë kam shumë qejf dhe portretin, kam dëshirë dhe jam piktore ekspresioniste në fakt, po nuk isha unë ajo atje. Okej. Ishte një koleg. Kam qef dhe natyrën dhe abstragoj disi. Jam piktore ekspresive, jo shumë realiste, po as po them, e abstragoj pak peizazhin,
është natyra ime ajo, dhe kjo është e bukura që ne jemi të ndryshëm këtu, secili e ka, dhe po të shohësh, kur bëjmë portrete, për shumë bëjmë një model aty, ka zënë 30 piktoranash, është i njëjti portret dhe 30 pikturat ndryshojnë aq shumë nga njëra tjetra, sepse janë karakteret e piktorëve shumë të ndryshëm nga njëri tjetri. Kjo është shumë e bukur. Një variacion i madh. Kjo e bën edhe të veçantë dhe me shumë vlerë punën e gjithë secilit prej artistëve. Më trego pak ku ka qenë më herët kolonia e artistëve, në cilat vende ka shkuar? Kemi vajt aq shumë sa që Si mban mend? Kanë qenë nëpër Shqipëri një herë, nëpër Shqipëri, pastaj në Kalabri kemi vajt shpesh, na ka fluar në 2004. Ja, tek Shqipëria qëndroj mirë, se jam kurioz dhe dua që Kjo ishte aur. dua që edhe publiku ta di, për shembull, në cilat pozicionet ndryshme apo vendodhjet ndryshme kanë mundësinë të shohin peizazhe siç i ka parë syri i artistëve, siç jeni dhe ju. Shpiko, neve kemi vajt në vende që vetë ndoshta nuk do shkonim. Në jug e veri, do më shkojmë kryesisht në jug, në Himar, në Vlorë, në Ersek, Korç, Kosovë, Maqedoni, në Ulqin. Është aq e larmishme sa që një duke vajtur në disa pika, ne pastaj shkojmë edhe udhtojmë me makinë rreth Evropës dhe shkojmë vende që si turist ndoshta zot ishin bukur. Unë kam parë Shqipërinë nëpërmjet kolonive, kam parë dhe njoh Shqipërinë shumë më tepër se ta njihja vetë personalisht. Dhe për këtë jam shumë e lumtur. Shqipëria është një tesar peizazhesh të mrekullueshme. Nuk ka si Shqipëria për natyrën. Absolutisht, e vërtet. Është edhe ushqimin, të tëra. Jam plotësisht dakord me ju. Koleg nga Kosova, Zymerin, që është miku jon, piktor nga Peja, një piktor i mrekullueshëm dhe njeri shumë i mirë gjithashtu. Edhe ai do thot disa fjalë. Po, patjetër, jam në limite, jam në sekondat e fundit, do doja patjetër ta kishim edhe zotërin në lidhje të drejt për drejt për të marrë dhe eksperiencën e tij duke ardhur nga Kosova. Jam me Zymer Mulliqi nga Peja e Kosovës. Përshëndetje, zoti Mulliqi. Jam sekondat e fundit, dua të më rrëfesh shumë shpejt eksperiencën tënde dhe ftesën që ke për publikun për të ardhur për të parë ekspozitën sot. Do t'isha shprej shumë shkurt që do të këto koloni janë aktivitetet më të organizuara do të në fushën e artit vizual. Sot që shpesher trajtohet si një ndër flasë angazhimet më të rëndësishme për artistët që sot trajtojnë dhe interpretojnë bukurit natyrore të Shqipërisë. Sot fal institutit, librit dhe promocionit janë ba, që kënë edhe më parë, dhe të janë ba shumë koloni gjatë që janë edhe promovuse të turizmit kulturor, si në Shqipëri, në Kosovë, në Preshev, në gjitha shqiptare. Besoj që është një emocion i veçantë, një ndjesie veçantë, ka një dashuri të veçantë për shqiptarët e Kosovës, sidomos për breakdancing këtu në Shqipëri. Besoj që edhe për ju është e tillë, apo jo? Po sigurisht se ka qenë një ëndër e paralizueshme do të thotë më parë, do të thotë që të vish edhe të shoh bukurit natyrore që ka Shqipëria sot. Ajo është një preje shpirtërore për gjithë ata që po tham krijojnë dhe punojnë sot do të kanë mundësinë që Shqipërinë ta vizitojnë, ta trajtojnë në mënyra të ndryshme, do të thotë fushës së artit vizual. Cilën ke pikën më të fortë, zoti Mulliqi, në pikturë? Ku është, le të themi, vendi që frymëzohesh më shumë, apo forma e pikturës ku ti e shpreh veten në mënyrë më të mirë të mundshme? Po, shikoj, në qartje nga njerë dhe flasë pa që pjekushme, se unë kam trajtimet ndryshme të teknikat ndryshme të punës që trajtoj. Po, në përgjithësi do të si frymëzim gjej natyrën. Sigurat, kompozicionin, të që në gjana që i trajtoja sa mundë. Si që është rasti i kolonisë aktuale, tani në Qerret edhe në Golem, cila do t'ishte ftesa jote për publikun sot? Apo për këdo që ndodhet në Durrës gjatë këtyre ditëve, fundjava është përpara dhe besoj që edhe prania njerëzve do t'jetë edhe më e shumë. Çfarë do t'i thojë atyre? Po
Po shiko, e mira, e të mira, gjithmonë është që flas, po këto janë raste shumë të ralla që vizitohen, për shembull ekspozitat e ne, se ndoshta nga njëra ajo pauza e gjatë që është kriju, po flas nga institucionet, nuk ka fjala për rastin, se po them nëse dikush ka bë angazhimin më të madh është Instituti i dhe Promocionit, sepse shpeshherë dhe galeritë tona janë jo funksionale aq sa i dashur me qenë. E kuptoj. Do kisha shumë dëshirë, zoti Mulliqi, ta vijoja këtë bisedë edhe më gjatë për të të pyetur pak edhe për eksperiencat në Kosovë dhe më tej, por besoj do ta mbetet për një herë tjetër. Ajo që mund t'ju them është shumë suksese dhe uroj që ekspozitat të shihet edhe të preket sa më shumë nga qytetarët që do të jenë pranë asaj zone. Falenderoj zotin Mulliqi, zonjën Puleshi, zotin Kaceli që ishte pak më herët me ne dhe kuratorin Fatmir Toçi që na u bashkuan sot në program për të na treguar pikërisht për koloninë e artistëve. Me të vërtet një ekspozitë shumë e këndshme. Ne ecim ndërkohë me programin me rubrikën e radhës, rikthehet Sonja.